2 vjetë kur i kishte Eriku, unë e diagnostikova me autizm. Edhe ka qenë shumë e vështirë mu pranu fakti se autist është, për shkak se 18 vjetë më parë bëhet fjallë. Para 18 vitesh edhe informacionet ishin shumë të pakta, mënyra se si të trajtoheshin, mënyra se si pranoheshin nga shoqëria. Sa të goditi ty si nonë edhe juve si familje? Neve si familje nga goditi shumë. Edhe mu si nonë më goditi shumë, më shumë. Për shkak se unë e dija, mi po, kujt ti thosha, edhe unë kam vendosur të vazhdoj jetën time në Amerikë. Edhe për shkak se gjithë këto trajtime që mund t'i japim Erikut, ishin më të fort në Amerikë se sa në Kosovë. Para 18 vitesh në bëhet fjallë. Edhe pastaj e vendosa zhvendosjen time në Amerikë, edhe unë gjithkohën, sa në Kosovë, sa në Amerikë. Erikun e lash me babajnë e vetë, bashortin tim, mentorin, edhe gjithkohën, edhe unë sa në Kosovë, sa në Amerikë. Të vështira gjithë këto përballje dhe lëvizje, në anën tjetër djali atje ishit përballur me diçka të pa njohur, po themi, sidomos 18 vite më parë, edhe Kosova se kishte sistemin më të mirë për të pranuar, si sot që janë shumë më të integruar në shoqëri, ka një kujdes tjetër shumë më të veçantë, ka informacione shumë më shumë. Prandaj edhe po thua që zgjodhet Amerikën. Në mesin e këtyre vajtje-ardhjeve, ndodhi edhe diçka tjetër në Amerikë. Një përballje tjetër shumë e rëndë, kësaj here komplet personale ytja me shëndetin. A ke ndonjë kujtesë nga ajo ditë, Margarita? Gjatë gjithë jetës time, Zoti i pron njerëzit e fortshëm. Pajtohem. Edhe mos me pas forcë, Zoti s'pron. Edhe unë në jetën time i kom pasur 8 operacione shumë të vështira. Madje operacionet kanë zgjatur më shumë se 12 orë. Shumë se 12 orë. Në kokë. Edhe pasaj më ngjau edhe goditja në kokë. Para 7 viteve. Pastaj unë isha në komë, një muaj e gjysë, edhe ajo kohë më kujtohet si një shumë ishte qetësi, edhe mi po unë isha vetë e dyta. Edhe Zoti më foli. Ti ende nuk e ke kohën për të ardhur me mua.